tjetër telefonat, do të shkojmë tani për t'i dhënë përgjigje. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët, ju dëgjojmë pyetjen tuaj. Përshëndetje, përshëndetje doktor. Po. Jam një zonjë, një 50 e gjatë, dhe jam bitë. Nuk më thoj doktorin dhe një ilaç të një. Ju lutem, mund ta përsërisni edhe një herë pyetjen se nuk e dëgjuam pastër. Jam një zonjë, një 50 e gjatë, nga trupi. Po. Dhe jam bitë. Po. Nuk më japi doktorin me lejë rekomandimin? Po është e thjesht fare, nuk ham bukë edhe jam zdi. Pra, më dëgjojnë që këmja kujdes. Në qoftë se ne do balancojmë më së miri ushqimet, pra kalori që marrim, me djegjen e tyre, ti je e bindur që do të keni rënien peshë. E para, e dyta, në qoftë se këtë marrje të këtyre kalorive, ne e dozojmë mirë, sidomos mëngjes, drek dhe darkë, ku mëngjezi dhe dreka le të kenë gati nga 40% të ngarkesës të sasisë, dhe darka të ketë vetëm ndoshta 20%. Pra të ham një darkë të lehtë, edhe për këtë ju t'jeni të bindur që do të keni rënien peshë. Dhe tjetër, të mundohemi të paksojmë bukën, që është, po, bukën, patatet, orizin, makaronat, ëmbëlsirat. Kjo pa diskutim që bie në peshë. Ku është dhe du djetur dhe shkaku, se mund tjetë një... Po, pa tjetër shkaku është e goja. Pra, kjo po të qohet, jo e ngopur nga tavolina, po të qohet që si kur do të haje dhe pak, kjo i shpall një luft të fshet mbi peshës. Dhe kjo është mirë që të bjeri 1 deri në 2 kg në muaj, jo më shumë. Ka raste njerëzit kanë marrë atë çajin slim ti, e kanë pirë, kanë rënë nga 5 kg, 5 për 3-4 muaj, pastaj hopa kilet prapa aty tek vendi. Sepse sistemi nervor ka edhe ky një pikë kontrollit të tij që thot ku isha unë në muajin tetor, sa kile isha kaq. Atëherë po në dhjetor, minus 10 kile. Shpejt mbushini ato depot e qelizës me ujë, në mënyrë që prapë ta çoj peshën aty ku isha. E kur ja shpallim atë luftën të fshet, atëherë ti je e bindur që kjo do të ketë rënje në peshë. Sigurisht edhe pak ushtrime force, si thuash, ushtrime force qoftë në karrige ose qoftë në krevat. Të paloset, të përthyet mirë, të ambledhi këtë muskulaturën e barku disa herë i bën jashtëzakonisht mirë.